Në rubrikën e rregullt të kulturës, Arif Muharremi do të kërkoj të di më shumë rreth librit në Kosovë. Menjëherë pas dëndëve të Kosovës do të ndeshni debatin komunal Jeta në Ferizaj. Jeta në Kosovë çdo të enjte në 20:20, ndërsa repriza të premten në mesditë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Unë jam Muhammed Herullahu. Pra, sonde do të flasim për lobin rajonal të grave për paqe, siguri dhe drejtësi në Europën juglindore. E për të diskutuar për këtë temë me mua në studio janë Edita Tahiri, kryesuese e lobit rajonal të grave nga Kosova, Gordana Sobol nga Kroacia, Vera Markovic nga Serbia, Iqbale Rogova nga Kosova, përfaqësuese e shoqërisë civile, pastaj Slavica Strikovic nga Malizi dhe Irina Pockova nga Maqedonia. Por, para se të fillojmë, të shohim dy intervista të shkurta nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nga Osnat Lubrani, drejtoresh për Evropën në UNIFEM. Unë mendoj se është një qasje jashtëzakonisht e mirë, që të keni një bashkëpunim shumë të mirë gjatë e rajonet, që kanë influencë edhe në politikë dhe në jetën e përgjithshme do të thoja, atë që mund ta bëjnë këto në rolin e tyre, mund të them se është e pazëvendësueshme dhe ne e përshëndesim dhe do të jetë shumë mirë që të vazhdohet me një qasje të mirë bashkëpunimit të tillë. I believe that the regional women's lobby can develop as a stabilizing force in this region. Already they have started some important work, but this work can be further developed, and this work relates to the following. One is to provide a different type of analysis of the political situation that takes into account, it's a little bit like being a thermometer, to get a feeling of how are people feeling, what is happening inside societies. And I think that kind of analysis is very much needed that these women leaders can bring. The second area is in the area of the advocacy that they are bringing. They've already done that. They've made some advocacy through their connections with leaders in Europe. They can do it in other parts of the world. And I think that kind of advocacy for peace, for justice is very important, bringing those kinds of perspectives. The third thing that the women have already started and is very important is that sometimes they use each other to break barriers within their own countries. So for example, for women from Serbia to come to Kosovo and to help to build relationships between communities, minority communities and the authorities is something that is very special. And I think that those are the kinds of things that they can be doing in the future. Zonja Tahiri, kur është formuar lobi rajonal i grave për paqe, siguri dhe drejtësi në Evropën juglindore? Lobi rajonal i grave, në fakt, ka pas një proces shumë interesant dhe shumë transition në formimin e saj. Formalisht është formuar në qershor të vitit 2006, mirë po proceset e dialogimit për këtë ide kanë nisur më herët, nga një grup i grave politikane, të cilat kanë ndje sigurisht shqetësimin me situatën në rajon dhe me një interesim që të kontribuojnë në përmirësimin e kësaj situate. Në mbledhjen e parë, e cila është thirrur nga UNIFEM me kërkesën e grave, lidere politikane dhe të shoqërisë civile, ne pra kemi bërë atë themelimin formal. Mirë, do thosha pjesa para themelimit është ajo pjesë më e rëndësishme që duhet të dëgjohet. Unë personalisht kam një ndjenjë dhe një përkushtim të veçantë dhe mendoj se këto kanë qenë personalitete që kanë shku përpara proceseve, pra, dhe kemi bërë disa hapa në kuptimin e politikës proaktive që t'japim përgjigje për shqetësimet e rajonit. Dhe kush krejt është pjesë e lobit rajonal, do me thonë, gjitha shtetet, shoqërisë civile? Lobi përbëhet nga 7 shtetet të rajonit, të Evropës juglindore, është
Shqipëria, Kosova, Serbia, Malizi, Maqedonia, Kroacia dhe Bosnia e Hercegovina, dhe në përbërje janë gra lidere eminente nga bota e politikës dhe shoqërisë civile. Mirë, zonja, godajna, ju vini nga Kroacia, pse thjesht me pas nevojë për një lobi të tillë rajonal, një lobi të grave, pse kemi pas nevojë? Pa, ja sam inače jedna od onih članica lobija koja je tu stvarno od samih početaka. Dakle, negdje prvi naš sastanak je u stvari bio u Dubrovniku i u biti negdje, obzirom da sam parlamentarka, dakle članica sam parlamenta u Hrvatskoj, strašno se zalažem, između ostalog i za veću suradnju žena političarki, ali i nevladinog sektora upravo iz ove regije, prvenstveno zato što smatram da su nam mnogi problemi zajednički. Bez obzira što imamo jako puno specifičnih problema, bez obzira što je neka zemlja možda negdje malo više odmakla u nekakvim svojim procesima, ali problemi su nam zajednički i imamo jednu zajedničku poveznicu, euroatlantske integracije. I negdje mi je to bila jedna vodilja da se priključim i da pokušam pomoći u radu regionalnog ženskog lobija. Qëka ka qenë ajo që ju ka bashku, do me thonë gjitha grave të rajonit, grave nga shoqëria civile, mirë po edhe nga sfera politike? Prvenstveno, ja mislim, naše osnovno opredjeljenje i zalaganje da se žene moraju uključiti u sve procese. U svojim zemljama, u regiji, sutra na razini Europske unije, šire ako želite. Dakle, to je nešto što nas je spojilo. Žene iz civilnog sektora, žene političarke i mislim da smo se na tome našli. Dakle, željeli smo biti aktivne. Željeli smo sudjelovati u svim procesima koji se dešavaju na ovoj regiji i želimo pomoći, smatramo da možemo pomoći u rješavanju. Edhe kjo po funksionon? Naravno, pa evo ga, prošlo već nekoliko godina, biće prilike da kažemo i šta smo sve još planirali. Zonja Vera Marković, si po funksionon ky lobi? Kako funkcioniše ovaj lobi? Ovaj lobi funkcioniše tako što mi komuniciramo između dva sastanka ili dve konferencije, dogovaramo se o kojim temama, koje su teme najurgentnije u regionu i o njima raspravljamo kada se sastanemo. Na početku sastanka mogu da postoje različite pozicije, mi ostavljamo dovoljno prostora jedna drugoj da dobro argumentujemo, pošto svako od nas dolazi sa dobrim poznavanjem svoje zemlje i svega onoga što su procesi koji se događaju, znači dajemo dovoljno prostora jedna drugoj, dovoljno argumentacije i svaki naš razgovor se završava konsenzusom. Mislim da je to sjajan uspeh. A kemi shembuj të tillë në përballë si ky që është tek ne, zonja Irina? Pa, мислам дека има. Тако е формирањето на Европското женско лоби на земјите од Европската унија, исто така и женско лоби меѓу Палестина и Израел. Значи, жените од различни региони се огледуваат дека има потреба да се здружат во одредено лоби и да делуваат како што и ние од овој регион се огледавме дека имаме различни ситуации во своите земји, меѓутоа едно заедничко, патот кон евроатлантските интеграции, значи патот кон Европска унија и НАТО. Тоа не е заедничко, меѓутоа разлики има во секоја земја и заради тоа ние сакаме да ја подобриме положбата на жените, меѓутоа и зголемување на учеството на жените во чувачките места и градење на мир на овие простори. Zonja Tahiri, përmendu do më thëmë fillimin edhe themelimin edhe historinë, mirë po, zonja Pockova tregoj, do më thënë që shembuj të tillë ka pas, thjesht qysh kanë funksionua, kanë qenë këto iniciativat mira në vende tjera, tash që e kemi edhe tek ne? Nuk e di a mund të bëjmë krahasimin me raste të tjera, sepse rajoni është shumë specifik. Ka pas një histori shumë të trazuar në të kaluarën, me luftra e gjenocide dhe në qofse arritëm pra të ngritemi mbi këtë tragjedi edhe afrohemi për një qëllim përbashkët që në rajon pra të kontribuojmë që të ndërtojmë një paqë
përhershme, një drejtësi dhe një siguri të qëndrueshme, atë do thosha se mbase jemi edhe unik si ide, pra jemi shumë original, ne besoj se do të shërbejmë si model për rajonet tjera që po kalojnë konflikte të ndryshme. Mirë po sot për sot mendoj se me të vërtet lobi arriti pra që të tregoj rajonit, por edhe më gjërë, madje Evropës edhe më gjërë se gratë kanë një fuqi në vete, e cila të i kalon barierat politike, sepse në këtë lobi gratë pra kanë të i kalu barierat politike. Për shembull, lobi ka dhënë mbështetje pavarësisë Kosovës, madje kur edhe vendet nga ku vinë antarët e lobi ende nuk kanë qenë gati ta njohin. Pra fjala është për një trup vizionar, por edhe jashtëzakonisht guximshëm, dhe ky guxim është dëshmuar në proceset e tranzicionit që i kaloi rajoni, ku gratë arritën pra të krijojnë identitetin e tyre si faktor për ndryshime pozitive. Zona Marković, është hap i guximshëm kjo nga ana juj? Ovaj korak je za mene potpuno prirodan. Ja dolazim iz političke stranke Socijaldemokratske unije koja se od početka jugoslovenskih ratova zalagala za mir i objašnjavala svima koji su želeli da čuju da su mogući alternativni putevi da se reše svi konflikti na prostoru. Istovremeno sam i mirovna aktivistkinja kod Žena u crnom i znam da je mir moguć, znam da je teško, ali moguće odslušati sve ono što vam oni koji se ne slažu sa vama kažu, pokažu. Ali ovo za vas je bio veliki korak. Pa bio je veliki korak i bio je nužan korak. Ja mislim da je potpuno prirodno učestvovati u nečemu ovako značajnom za region. Pasi që jemi të ju, a ka pos pengesa politike për formimin e një lobi të tillë në rajon, kur dihet që në Ballkan nuk ka pas iniciativa të mira si kjo që ju e keni bërë të gjitha së bashku? Te političke prepreke koje postoje, postoje za neke druge osobe. Za osobe kao što smo mi ne postoje. Jer za nas je mir u regionu, pravedan mir u regionu, međusobna saradnja daleko iznad onoga što su državni nacionalni ciljevi države iz kojih mi dolazimo. Mi znamo da je svaki naš pokret u regionu u ovom pravcu dugoročno koristan za naša društva, čak i onda kada smo mi Srbije u pitanju, kada se većina ne slaže sa onim što mi radimo. Mi znamo da radimo za dobrobit i Srbije i čitavog regiona. A keni pas konsekvenca mas kësaj? Ja mislim da je to, ne bih htjela o tome da govorim, bilo ih je, ali da je to mnogo manje od onoga što je doprinos našem zajedničkom učešću na ovom projektu. Zonja Sobol, cilat kanë qenë, sigurisht që gjatë kësaj kohe ka pas edhe probleme për lobin Rajnald Grave. Çfarë problemesh keni pas gjatë tënë kësaj kohe? Pa ovako, ja bih u stvari rekla da li smo imali problema. Mi u stvari imamo problema možda da se u nekakvom širokom spektru onoga što bismo mi htjeli, u stvari, i svih ideja koje želimo da odrealiziramo sad i odmah, dakle odlučiti se za one koje su u tom času najprioritetnije za ovu regiju. Ali mislim da smo negdje od početka pokušale postaviti u stvari, nama je prvenstveno u fokusu interesa bila dakle Kosovo, odnosi sa Srbijom, povezivanje žena Kosova i Srbije, a onda smo u onom drugom dijelu nastojali u stvari, i tu onda možda nastane malo probleme, ali koje, kao što je rekla i Vera, mi konsenzusom uvijek prevladamo, šta još sad, dakle, pored toga, pronaći u stvari motive u tome da i uzmemo neke probleme iz drugih zemalja koje kao lobi možemo pomoći da se riješe i da se možemo angažirati i kao lobi i kod mene u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, dakle Albaniji. Bitno nam je da pronađemo te još dodatne poveznice koje ujedno jesu i naravno dodatno motivirajuće. Dakle, problem je kako u tom nekakvoj širini usmjeriti, kanalizirati i odlučiti se što je prioritetnije. Mirë, sigurisht që pjesë e këtij lobi ka qenë edhe shoqëria civile. Sa ka qenë problem të kalimi dallimeve politike në rajon, do me thonë, për me u bashku edhe shoqëria civile edhe aspekti i politik. Zona Rugova? Më them që në fillim ka qenë pak vështirë, sepse neve na bashkoi një synimi përbashkët, e kjo që të jemi një zë
i grave të gjithë rajonit, për në këtë rast filluan për shkak të situatës Kosovë-Serbi, tam që edhe në negociata nuk patën përfaqësim të grave dhe ishte kjo edhe një mundësi përmes lobit që të ndëgjohet edhe perspektiva grave nga rajoni. Edhe çfarë bëm ne dham një kohë që ta njohim mirë njëra tjetrën, më shumë njëra tjetrën, që në kohën kur bënim analizat të situatës politike të gjitha vendeve, atëherë shoqëria civile ndihmonte gratë në politikë të informonte më shumë me informatat se çfarë ndodh në terren, çfarë ndodh me çështjet që i preokupojnë gratë në këto vende dhe natyrisht të gjitha këto informata pastaj i shpërndanim në këto takime me njëra tjetrën dhe i analizojmë se çfarë ishte që na bashkonte. Domethënë fillimisht, siç e përmendje Dita, kemi lobuar shumë sepse jemi lobi edhe për çështjet e Kosovës, natyrisht edhe më vonë tashi kur kemi një strukturë lobi, më vonë kemi bile në takimin që kishim para se të vinim te ju, kemi biseduar edhe për çështjet që e preokupojnë gjithë rajonin dhe si mundemi ne si lobi të lobojmë edhe për vende tjera, domethënë jo vetëm Kosovë-Serbi, po dhe situata në Bosnjë dhe Hercegovinë që sot e përmendëm shumë edhe situata në Maqedoni dhe natyrisht edhe vende tjera. Zonja Slavica, a ka pengesa, si arrihet konsenzusi, si anëtarë si shoqëri civile vini nga Malizi, ç'është e vlerësoni domethënë formimin e lobit edhe sa ka pengesa për me arrit konsenzus të përbashkët mes grave, liderit rajonit edhe shoqërinë civile që janë pjesëmarrës apo që janë aktiv në këtë lobi? Vrlo je važno da vam kažem na početku tog odgovora da sam ja jedna od novih članica lobija, što vam govori o tome da se lobi širi kako brojem članica, tako i spektrom djelovanja, što i jeste jedan od ciljeva. U odgovoru na pitanje kakva je saradnja u okviru lobija žena iz političkih partija i žena iz civilnog sektora, znate, nama su startne pozicije različite. Prosto pripadnice civilnog sektora imaju naravno političko djelovanje i u svojoj suštini političko djelovanje civilnog sektora jeste opoziciono, jer se ono prosto trudi nekad na grublji, nekad na finiji način, što je stvar izbora i zavisi od teme, da utiče na političare i političarke da stvaraju bolje uslove života o kojoj god se to važnoj oblasti radilo. Civilni sektor ima ono što zovemo slobodu misli, promišljanja, ideja, djelovanja. Doduše donatori su sve manje zainteresovani za ovaj region, ali je negdje bi uzalud bio taj vrlo kreativan, važan rad civilnog sektora ako oni prosto nemaju nikakvu mogućnost kakve imaju žene u političkim partijama da utiču na pravne okvire, da mijenjaju zakone, utiču na praćenje zakona, dakle sve ono što nam život znači. Otuda je vrlo dobra saradnja i to su žene u regionalnom ženskom lobiju shvatile. I na kraju mi imamo taj jedan vrlo važan cilj, napredak pravde, uspostavljanje zbilja jednog suštinskog mira, tako da se naše pozicije lako približe i mislim da odlično sarađujemo. Gospođo Sobol, htjeli ste nešto da kažete? Htjela sam u stvari možda dodatno potencirati ovu činjenicu da dakle u lobiju surađuju i da su se našle žene iz civilnog sektora i političarke. Mislim da je to u stvari negdje, ako mogu tako reći, od početka osuđeno na uspjeh. Jer čini mi se u stvari da smo našli jednu pravu formulu, jer jedno je kad imate, ne znam, lobi samo političarki, jedno je kad imate lobi samo žene iz civilnog sektora, tad one se, da bismo poboljšale ne samo položaj žena, nego da unaprijedimo kvalitetu života u bilo kojoj od naših zemalja u ovoj regiji, one se moraju kad naći. Mi smo se u stvari našli, mislim da je to ono pravo, jer onda svaka sa svoje pozicije može djelovati i u vlastitim zemljama. A zašto je to mogao ženski lobby da uspije, a ne i muški lobby? Pa vama nije potreban muški lobby. Mi smo upravo zbog toga i krenule u formiranje regionalnog ženskog lobija, jer smo osjećali da su nas stavili na stranu. Mi ne želimo biti na strani, po strani. Mi želimo sudjelovati u svim ovim procesima koji se ovdje dešavaju. Na Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i bilo gdje drugdje. Mi smo jednostavno osnivanjem regionalnih lobija pokazali, rekla, gledajte, mi smo tu i postajemo važan faktor. Është do më thënë kjo që
Kjo ka qenë njëna prej fuqive të fillobit? Nuk lejohen të jemi pjesë e proceseve, prandaj duhet të bashkëpunojmë edhe në këtë rast e vërtet edhe Gordana përmendi është një sukses i madh që jemi së bashku, sepse aty është forca, domethënë gratë politikë dhe gratë shoqërinë civile, jo veç e veç. Mirë, sigurisht që Evo, sjećat će se Igo, mojih prvih dolazaka ovdje na Kosovo i Prištinu, kada smo upravo razgovarale i sa parlamentarkama iz Kosova i sa civilnim sektorom, upravo o toj potrebi povezivanja civilnog i političara. Dobro. Sigurisht që gjatë kësaj kohe ka pas edhe të arritura, do më thonë që nga formimi i lobit Rajnald Grave ka pas edhe të arritura. Zonja Marković, cilat kanë qenë të arriturat kryesore që keni mujtë mi bo si lobi Rajnald Grave? Mi smo uspele smo, odnosno imamo snage za to, da nekoliko puta vrlo jasno kažemo svoj stav, koji je stav čitavog lobija, a tiče se bilo izbora koji se događaju u nekoj od zemalja regiona, bilo oko političke krize koja se događa u bilo kojoj zemlji regiona. Danas smo pripremile posle jučerašnje konferencije jednu deklaraciju, znači mi možemo konsenzualno da zauzmemo stav praktično oko svega u regionu, bez onih trvenja i one osnovne, bazične političke lojalnosti svojoj državi koju imaju muškarci. Meni je žao, ali tako stvari stoje. Isto tako i oko problema Kosova i konflikta između Srbije i Kosova, odnosno svega ono što se događalo prethodno. Postojali su mirovni pregovori u kojima žene nisu učestvovale, ti pregovori nisu uspeli. Naš pokušaj da uzimajući stvari u svoje ruke pokažemo kako da dva društva mogu da se približe, kako može da se deluje, a da se pritom nema velika snaga u mišićima, ni velika snaga u oružju, a da se ima jako dobra volja, da se imaju dobri kontakti na svim stranama i mi postižemo rezultate time. Pre svega pokazujemo u svojim društvima da smo dobro došle bilo gde u regionu da se pojavimo i da su naše prijateljice uvek dobrodošle kad dođu kod nas. To je ogroman uspeh na Balkanu. Da vazhdoj, po ashtu kemi pas një spektër suksesesh, duke pas parasysh që jemi përjashtuara në mas të madhe nga vendimarrja, por edhe nga proceset e ndërtimit paqes. Kjo u pa edhe në negociatat e Vienës për Kosovën. Ne kemi arrit që në forma të ndryshme të lobojmë për këto çështje, madje kemi arritur që të realizojmë një bashkëpunim dhe takim drejt për drejt me presidentin Ahtisaari, pastaj jemi taku me negociatorin Amerikan Wisner i Shingerin, kemi shkrujt letra gjitha instancave të rëndësishme, kemi ngrit zërin tonë. Desha theksoj një veçanti që e ka lobi. Më kujtoj se ne po promovojmë një koncept tri se si duhet të fuqizohet gruaja. Ne po punojmë që gruaja të fuqizohet përmes angazhimit konkret në problemet që i ka rajoni dhe veçma këto tri fusha që i përmendëm, pra ndërtimin e paqes, sigurisë dhe drejtësisë. Dhe kjo ndryshon nga ndoshta organizata tjera të grave, të cilat miren drejt për drejt me çështjet e grave, por vetëm aty mbeten. Kjo është angazhimi grave për të dhënë kontribut për avancimin e proceseve dhe në këtë mënyrë duke rritur vizibilitetin, dhe ne po shpresojmë se një ditë burra do të vedisohen se gratë janë natyrshëm gjysma e popullatës në botë, po gratë janë edhe potencial i cili nuk ban të lihet anash, sepse duke lënë anash vetëm pra në një mënyrë ne vetvetiju po marginalizojmë një faktor tepër të rëndësishëm. E përmendët shumë përjashtimin edhe lënien anash. Pse në fakt po ndodh ky përjashtim? Unë mendoj se janë shumë faktorë. Ndaj gjysmës së popullatës. E para, unë nuk them se kjo është një fenomen rajonal, sepse lënia anash e grave është nivel botror. Do më thonë situata në rajon ndryshon? Unë mendoj, jo, edhe në rajon, pra mentaliteti nuk është vetëm i rajonit, është një problem botror që ende bota vazhdon të jetë e dominuar nga, do thosha, mentaliteti mashkullor. Historikisht kemi pas fazat e matriarkatit e patriarkatit. Kjo është faza e patriarkatit. Unë nuk po paragjykoj se do të vjen faza përsëri e matriarkatit, por është kjo kohë kur ne dëshirojmë të vendosim me partneritet barabartë
mes burrave dhe grave për çështje transishme, për çështje që vizioni grave dhe prioritetet e grave duhet të jenë patjetër në kuadër. A ndryshon situata? Još nešto što je vrlo bitno, naša društva su vrlo siromašna. Društvo koje 50% svog potencijala ne koristi, a to su žene. To društvo je još mnogo siromašnije. Znači, kada sve žene aktivno uđu, ne samo na mesto odlučivanja, nego svuda gde se nešto radi. To društvo je neuporedivo bogatije i brže ide u progres. To važi za čitav naš region, ne samo za Kosovo, ne samo za Srbiju, nego čak i za Hrvatsku koja je mnogo koraka ispred nas. Ako Hrvatska ne koristi svih 100% svojih potencijala da izađe iz tranzicije uspešno i da se pridruži Evropskoj uniji, neće uspeti u tom procesu. Dakle, da Hrvatska ima biti vrlo sličan problem kao što imaju ove zemlje regije, ali ono što treba reći nije blistavo nigdje drugdje. Mi jednog dana težimo, dakle mi ulazimo u tu Evropsku uniju, dakle pripadamo toj Europi, ali Europa ima taj problem. Ne bi bio potreban europski ženski lobi da je na razini Europske unije da su riješili ovaj problem. Pogotovo kada govorimo o pozicijama moći, tamo gdje tražimo da dođemo na mjesta gdje se odlučuje. Dakle, na svim razinama. Europa ima isti taj problem. Izostavljamo u ovom času Švedsku, Norvešku, dakle skandinavske zemlje. Ali ostali dio Europe ima isti taj problem i upravo ovo je jedan od načina stvaranjem ovakvih lobija, povezivanjem žena, da ukažemo na to i naravno da se borimo da to promijenimo. Da, izvolite. Uvijek kad se pomenu skandinavske zemlje, jesam za to vezano za položaj žena, zato što mislim da nećete naći nikog ko vam neće reći da te skandinavske zemlje nijesu simbol pune demokratičnosti društva. I dakle, svako društvo pokazuje u kom stepenu je otvoreno, demokratsko prema tome koliko ženama daje samo jednake šanse. Dakle, taj dobar primjer imamo i valjda ga možemo slijediti. Vjerujem da može. Jedan od rezultatите na лоби тоа е и давање на изјава пред изборите, така беше и пред изборите во Македонија, пред изборите во Србија, дека треба поголем избор на поголемо учество на жени, како на парламентарните избори, така и на локалните избори. И исто така и сега со донесувањето на изјавата после конференцијата на регионалното женско лоби, една од точките е дека минимум 30% жени треба да се најдат и на листите, и во институциите, и во Министерството за одбрана, и во Министерството за внатрешни работи. Значи, најмалку 30% жени. Значи, ние негогаш не се согласуваме со квота, меѓутоа и квотата е една позитивна работа која што донесе во многу од земјите да се најдат и во парламентите 30%, така и на Косово и во Македонија. Kvota je sredstvo, jako dobro sredstvo, to kažemo u našim rukama. I to je nešto što je na razini Evropske unije. Tih 30% je u stvari kritična, da tako kažem, jedna masa, ali konkretno kad je Hrvatska u pitanju, mi smo uspjele u novom zakonu o ravnopravnosti spolova, koliko god imam primjedbi da njega, nećemo sad o tome, unijeti jednu odredbu da neravnomjerna zastupljenost jednog spola, dakle bilo žena, bilo muškaraca, je kada je ta zastupljenost manja od 40%. Dakle, mi govorimo, tek kad dostignemo 40%, onda možemo reći da smo ravnomjerno zastupljeni u svim sferama. Vetëm desha theksoj edhe dy koncepte tjera të cilat lobi ka marrë si bazë për platformën e saj. E para është që duke rritur fuqin tonë në masën kritike, pra 30%, ne kërkojmë, afirmojmë konceptet e sigurisë të orientuara mbi njeriun, pra mbi njerëzit. Japim rëndësi sigurisë njerëzore dhe kërkojmë që të dalim nga ato konceptet tradicionale të sigurisë, sepse pikrisht rajoni jonë ka pësu nga ato, ka pësu nga politikat të tilla, do të thosha hegemoniste, të cilat nuk kanë leju njeriun edhe popujt, pra që të ngriten, të dalin nga ato skemat të komunizmit e totalitarizmit. Pra lobi e ka këtë një prej koncepteve. Koncepti i dytë është që drejtësia në rajon, pra nuk mund të arrihet pa u vendos zgjidhjet e drejta për problemet. Unë do të thosha që rajoni ka ecë mirë deri në një fazë për këto 20 vite, por ende ka probleme.
Ja, Kosova është bërë e pavarur, por vazhdon qëndrimi i Beogradit të jetë pra armiqësor ndaj Kosovës, nuk ka gatishmëri. Nevoja është që të avansojnë proceset që demokratizohet rajoni, dhe vetë Serbia do t'ishe shumë demokratike, po të kishte një qasje tjetër ndaj Kosovës. Pra, çështja jonë është vendosim drejtësi, demokraci, paqë, dhe në kuadër këtyre vlerave edhe ne gratë dëshirojmë të marrim hisen tonë. Qysh mendoni të jarën e gjitha këto, do më thonë, thjesht në demokratizim të shoqënisë, qysh keni me mujtë mi arritë si lobë rajonali grave? Ne samo demokratizacijom društva, nego slanjem signala da, i mi to pokazujemo na delu, da mi možemo da radimo zajedno, da pritom ne samo što prelazimo granice, nego pritom mi možemo da podelimo iste razmišljanja o istim stvarima. Ovog trenutka u Srbiji, za razliku od onog što su obične informacije iz medija, jasno i čak i na osnovu istraživanja javnog mnenja da većina građana Srbije nije zainteresovana pogotovo za agresivnu politiku prema Kosovu. Znači, priznanje Kosova ne može da se očekuje skoro, ali rad sa ljudima, stalno podsjećanje da postoji neki život kome treba da se okrenu i ne mogu na jednoj temi da žive, pogotovo na političkoj temi, a najviše na temi koja ne može da donese rezultat. To je zasluga i političkih stranaka koje su progresivne i civilnog sektora u Srbiji i toga što postoje primjeri da može da se radi sa drugima, da može da se pritom misli na sebe i na svoje na najbolji mogući način, ali da može da se podeli svačija muka, kosovska muka da se podeli s građanima Kosova, muka kosovskih Srba kad je ona bila u pitanju da se podeli sa njima i da se govori o tome kako da ovaj region bude miran, kako da u ovom regionu svi ljudi budu stabilni. Znači, to su neke stvari koje su rešive. Nisu brzo rešive, ali ako se dovoljno trudimo i radimo prave stvari, to je rešivo. Zonja Sobol, cilat kanë qenë efektet e dokumenteve që i keni bos si lobi në rrjedhat politike, fillimisht rajonale, por edhe ato ndërkombëtare? Do të thonë, efektet e dokumenteve apo marrëveshjeve që ju i keni bos si lobi rajonal i grave? Pa, ja ću ovako reći, ja mislim da su se ti efekti najbolje vidjeli jučer na našoj konferenciji koju smo imali. Ja bih to tako rekla. Naime, kada dođe predsjednik države i održi pozdravni govor, kada vam dođe nekoliko ministara, kada dođe međunarodna zajednica, dakle, onda je, već tu vidite da je netko vas prepoznao i netko vas uvažava. I uvažava ono što ste vi kroz te svoje dokumente odaslali prema svijetu. Mi smo i sa ove konferencije poslali također još jednu deklaraciju koja ide prema Ujedinjenim narodima, u kojoj također, dakle, ponavljamo, mi u ovoj regiji želimo graditi mir i stabilnost. Mi želimo prosperitet za sve države ove regije. To je jedini način da opstanemo i mi, ali i države koje jesu u našem okruženju u krajnjoj liniji. Pa nismo mi izolirani otok, rekao bi neko čardak ni na nebu ni na zemlji. Mi smo dakle jedna regija koja je okružena sa nekim drugim zemljama, Evropa, mi smo dio te Europe. Prema tome, ja smatram da svaki od tih međunarodnih dokumenta, odnosno svaki od tih dokumenata koje mi jesmo odaslali prema svijetu, nisu završili u ladicama. Jer da jesu, ja nisam sigurna da li bismo mi danas ovdje s vama razgovarali. A negdje smo zaključili da smo stvari vrlo žive, kao lobi vrlo živatne i da nam sve ovo što smo uspjele postići u zadnjih nekoliko godina, da nam to daje dodatnu snagu da možemo sutra neke stvari dalje pokretati. Me efektet tregoj se efektet te I kalojnë nivelin rajonal. Tashma lobi ka kriju një bashkëpunim edhe me Bashkimin Evropian. Në këtë periudhë ka marrë pjesë edhe në një konferencë të rëndësishme të organizuar nga kryesuesi I Bashkimit Evropian, qeveria franceze. Pastaj kemi në kësaj të punës së lobit, kemi patur vizitën e ambasadores së paqes, aktores së njohur Nicole Kidman në Kosovë. Shumë iniciativa tjera që shkojnë Kosovë që lidhen me integrimin e minoritetit sërb, aktivitetet në për enklava, në shtria në veri,
Lobi ka ngritur zërin që EULEX-i të mos jetë pra kështu si është, po urgjentisht të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, përfshirë Veriun dhe enklavat, si dhe ka ngritur zërin që EULEX-i duhet të veprojë këtu në mbështetje të planit Ahtisarit, dhe kurse si nuk vinë në shprehje kombinime tjera siç përmenden këto ditë, jo kjo çështja gjoja e një qëndrimi neutral. Pastaj këto ditë ndodhi një ide e çuditshme për Kosovë me 2 sisteme administrative, edhe për këto çështje. Këto janë vetëm disa nga punët që i bën lobi. Ne kemi ngritur zërin, për shembull, ka ndodhur disa shqetësime ndaj disa promotorëve të paqes e drejtësisë në Serbi. Ne po ashtu kemi ngritur zërin siç është rasti i zonjës Sonja Biserko e të tjera. Pastaj në Maqedoni dhe Serbi kemi mbështet fitoren e sa më shumë grave, kemi mbështet forcat demokratike në Serbi në zgjedhjet e... Pra, ne po provojmë që zëri ynë të shkojë në çështjet shumë të mprehta me të cilat ballafaqohet rajoni, që shpesh nuk janë as në komunikime mediale, po as edhe në komunikime zyrtare. Po shikojmë atë mes hapësirën e problemeve dhe përmes tyre t'japim kontribut. Mirë, shikues të nderuar, do të ndalemi për pak çaste, do të ndalemi pra nga jo dhe do të vazhdojmë me një blok marketingu dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit. Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merr një kredi deri në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredi me 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje, plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fito shumë fish. Raiffeisen Bank. Jeto më mirë në shtetin më të ri. Paramendoni që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kusht të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kusht t'i plej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kusht t'i japi një kohë qumësht. Gjëra të tilla në shtetin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devote ka çdo qumësht i blerë, vita, nda 3 cent për fëmijët pa prindër. Prej tani, çdo qumësht që ju bleni për fëmijën tuaj, e ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi Vita. Teknomarket, kilometri i parë në magjistralin Prishtinë Kosovë. Salloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Ne dini çka shesë, ju dini çka vjeni. Zonja Edita, cilat janë rezultatet konkrete të konferencës fundit që është mbajtur në Prishtinë nga lobi rajonal? Konferenca ishte me temë se çka mund të bëjmë ne gratë lidere për një të ardhme më të sigurt të rajonit. Ne mendoj që arritëm që sjellim në këtë konferencë pikpamjet e grave lidere, të cilat u angazhuan konkretisht pra për ide të ndryshme, të cilat nesër do të mund të jenë pjesë e politikave nacionale, në mënyrë që të adresohen çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me sigurinë. Konferenca ishte ndarë në disa, do të thosha, tryeza, po në disa sesione, ku në të parën u diskutu spari gjendja politike në gjithë shtetet tona, pjesa e dytë u morë me drejtësinë tranzicionale dhe sigurinë, pastaj kishim prezentimin e grave në vendimarrje në politikë, dhe pastaj vazhdojmë me 2 punëtori, të cilat pra adresuan konkretisht këto çështje. Nga punëtorit ishin sublimimi i ditës, por edhe dolen rekomandimet, dhe lejoni me këtë rast të them se çfarë rekomandimesh keni? Lobi në këtë pra konferencë mori vendim që në të ardhmen të shtri spektrin e fokusit, pra fokusi qendror ka qenë Kosova dhe Serbia,
tani do të shtrim fokusin ton në Bosnje, në Macedoni. Në kuadër të angazhimeve tona dëshirojmë të merremi pra me krizat eventuale politike, me çështjen e korrupsionit, me çështjen e kriminalitetit. Dëshirojmë të merremi me konfliktet e ngrira në rajon. Kemi vendosur që angazhimet tona dhe rritjen e vizibilitetit të lobit ta bëjmë përmes formave të ndryshme, do të bëjmë vizita në gjitha këto shtete dhe do të kontaktojmë qeveritar dhe shoqërinë civile për të dhënë mesazhe për probleme të caktuara dhe konferenca të ndryshme me media në mënyrë që zëri i lobit për çështjet konkrete të shteteve ndryshme pra të transmetohet përmes qëndrimeve tona dhe ideve tona për zgjidhje të ndryshme. Unë them që gjithashtu ka qenë një vizibilitet për herë të parë mund të them i lobit përmes mediave, jo vetëm përmes kumtesave që kemi dërguar, sepse thash ma herët tash kemi një strukturë. Lobi nuk është vetëm ky grup, domethënë janë mbi 26 gra tash që janë në listën më të re që janë shtu, domethënë antarët dhe natyrisht duke falenderuar UNIFEM-in i cili na përkrahën këto aktivitete se gjithçka kushton natyrisht, po dje kishte një vizibilitet shumë të madh në mediat tona, domethënë edhe sepse mund ta përmend edhe një rast disa burra që erdhën nga qeveria kur mendua se do të flasin tani për dhunën ndaj grave, po kur ndëgjuan gra se si flisnin për çështjen e sigurisë dhe analizat që ato jepin, domethënë është diçka që ata kjo që meshkujt e na mësu gjithmonë me ndihmë. Gjë, po, duhet ta them këtë se kur kam dëgjuar meshkuj duke folur në televizion për sigurinë, gjithmonë kanë përmend ushtrinë dhe kufit. Natyrisht që edhe ne i përmendim, por ne përmendim diçka më shumë. E përmendim varfërinë, sepse varfëria shkakton kriminalitetin. Domethënë, ajo është çështje e sigurisë. Prandaj ishin disa analiza që u bën djen dhe që ata vërtet nuk e di pse kanë atë paragjykim se gratë mblidhen të bisedojnë vetëm për çështjet e grave. Nuk e dini pse. Nuk e di akoma pse. Jam aktivist se gati 20 vjet akoma se kuptoj këtë. Ndoshta gratë politik munden. Se është ky paragjykim? Sve dok muškarci što ne počnu govoriti o problematici žena. Ali dobro, evo samo da možda rečenicu dvije nadovezujući se na Igo. Ja sam jučer mi bi rekli sa guštom slušala jednog od muškaraca koji je govorio o problematici sigurnosti, ali ne samo s ovog obrambenog aspekta, dakle, pitanja granica, vojska, policija i tako dalje. On je između ostalih rekao jednu rečenicu čime je u biti, što se u biti danas pomalo stavlja na stranu, a mi smo u stvari to jučer i u našim zaključcima koje smo imali, preporukama koje smo kasnije usvojili, stavile to negdje u žižu, dakle, našeg budućeg djelovanja. To je sigurnost društva. Dakle, ne granica, bih čak rekla, svi manje više dolazimo u situaciju da to pitanje granica ne bi trebalo više biti upitno. Ali društvo kao takvo, koje jeste nagriženo, neko manje, netko više, sa vidljivije ili manje vidljivo, sa organiziranim kriminalom, sa korupcijom, sa nasiljem drugih vrsta nego što smo imali međuetničko nasilje, ne znam, u toku rata i tako dalje. Dakle, to je problematika koja ugrožava sigurnost društva kao tako i to je ono o čemu smo i jučer progovorili i mi kao žene. Да надополнам дека цел на регионалното женско лоби беше да се прослави 8 годишнина од донесувањето на резолуцијата 1325 донесена 2000 година од Советот за безбедност. Значи и конференцијата е организирана и по тој повод. А таа резолуција 1325 е многу битна за жените во светот. Ky bën që ju nuk do të ndalini. Çka janë planet konkrete të lobit rëndant grave? Po fillojmë me juve, zëna Dhahiri. Çka parashini qëmtarën, do me thonë që zëri të fuqizohet edhe ma shumë se sa që është bërë deri tash? Spari, duhet them se lobi tashma ka të ndërtuar qoftë strukturën, qoftë platformën, pra misionin, vizionin, po edhe vlerat e saja. Ne kemi pas 2 takime strategjike, ku kemi ndërtu strategjinë e lobit.
ne kemi vendosur objektivat afatgjata dhe këto që janë urgjente, dhe në kuadër të pra ecjes së proceseve edhe ne do të implementojmë objektivat tona. Mirë po, lobi është shumë fleksibil në momentet kur mund të dalë ndonjë problemi pa parashikueshëm në rajon, në vendet tona, ne pra të merremi me atë çështje, të japim prioritet. Mirë po, në përgjithësi mendoj se fokusi jon do të jetë kontribuojmë në përmirësimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, pra duke lobizuar me Serbinë që të ndrojë qëndrimin, ta bëj në favor, pra në kuadër të njohjes, ta bëj njohjen e pavarësisë Kosovës. Pastaj do të punojmë që në Bosnjë, pra adresojmë problemet, besoj se edhe atje ka shumë probleme, në ndëgjum nga koleget e Bosnjës që ka shumë probleme, do të adresojmë Maqedonin, por edhe çështje të tjera. Unë mendoj se synimi jonë është ky, integrimet euroatlantike, si ta bëjmë që rajoni sa më shpejt pra t'i plotësoj standardet, dhe aktiviteti jonë shkon në këtë funksion, për ngritjen e standardeve që një ditë dyert e Evropës t'jenë të hapura për neve. Mirë, qësh keni me arrit me reagu shpejt, apo me bo konsenzus shpejt, kur djetë që do me thonë duhet thjesht mu vendos me gjitha dhe me diskutu, do diçka shpejt, qësh arrini me gjithë I kemi zhvillu mekanizmat e maspari, ne përveç se takohemi fizikisht në takime, ne mbajmë telekonferenca, ne kontaktojmë mënyrë elektronike, ne po ashtu kemi një komitet drejtues I cili ka fuqi vendimmarrës që të reagoj shpejt, dhe ne po mendojmë në të ardhmen ndoshta të ngrisim edhe një institut për analiza, I cili sigurisht do ta mbështet punën e lobit. Shikoni, unë për këto kohë 2-3 vjet që kam përjetu një qasje të grave të cilat flasin me argumente. Është kënaqësi që të ndëgjosh diskutime pa improvizime. Kjo është për mua esenciale. Sigurisht që pa të përshtuar, Htjela sam reći da smo naučile raditi, a ne previše komplicirati. Evo, na taj način koristiti sve moguće tehnike koje su nam na raspolaganju i ovo što se kaže stvarno pokušati što je brže odreagirati. Za sada u tome uspijemo i mi kad se ovako nalazimo, naše rasprave nisu beskonačne i kažem koristimo one nekakve, možda svaka ima neku svoju prednost koju koristi, pokušavamo biti praktične, pokušavamo biti vrlo jasne i oko takvih nekakvih jasnih stavova u konačnosti postići i konsenzus. Evo to, dakle, jednom riječju nastojimo ne komplicirati. I mislim da je to nekako najbrži put. Stvar da kažem, kada pominjemo broj žena koje su u lobiju i kad pominjemo njihov položaj koji imaju u svojim društvima, ne treba zaboraviti da iza svake od žena u lobiju stoji uticajna i po pravilu velika nevladina organizacija i stoje političke stranke. Znači, te žene su dobro na dobrim mestima, imaju određenu moć, imaju određen uticaj, tako da kada se dogovorimo u lobiju da nešto radimo, onda imamo mehanizme kako to možemo da uradimo svaka u svom društvu i onda da iskomuniciramo da to postane zajedničko delo. A parashenit që të ketë probleme, do me thonë tarmën, apo sfida që mund t'i dalin lobit rajonal grave që ndoshta edhe t'jem pengesa për funksionimin? Ja bih rekla da znajući istoriju našeg regiona, realno očekivati je da će mir dolaziti sporo. A ono što je meni negdje važno da dodam, obzirom da je tema tako važna, regionalni ženski lobi, da čini mi se kroz dosadašnji rad imamo neki potpuno jasan recept kako dalje djelovati, a to je dakle na onaj jedan vrlo originalno ženski praktičan način izlistati probleme u svakoj od država, najčešće se ispostavi da su to i zajednički problemi tek sa nijansama, dakle onda nabrojimo što su uzročnici tih problema i na jedan vrlo jasan način, kako je to Gordana lijepo objasnila, damo konkretne ideje šta je nama činiti,
ko su ciljne grupe na koje želimo uticati, kojim aktivnostima, šta svaka individualno od nas može, šta može njena organizacija, šta može politička partija i to je dakle jedan vrlo lijep recept kako dalje djelovati i kako i dalje postizati jedne vidljive rezultate. Çka kisha pas dëshirë, po, ne gjithsesi. Janë disa faktorë që do ta bëjnë edhe më të suksesshëm punën e lobit. Spari duhet përmendet që po të mos ishte mbështetja e plotë e UNIFEM-it, do të ishte shumë vështirë që ne të realizojmë krejt këto çka kemi realizuar deri tash. Po ashtu, siç e tham edhe në konferencë, idenë e ka dhënë vetë zonja Osnat Lubrani, e cila pra ka një përvojë nga bashkëpunimi i grave të Izraelit dhe të Palestinës. Dhe kur na është drejtu me këtë kërkesë, ajo mu ka drejtu mu përmes zonjës Macula, dhe unë kam... Dhe cili ka qenë reagimi juaj? Ideja ka qenë që të bashkohemi në një takim gratë politikane të Kosovës dhe Serbisë. Dhe me atë rast unë ktheva një përgjigje që po me kënaqësi, por duhet të ketë karakter rajonal. Sepse kisha parasysh që të takohemi drejt për drejt, ishte shumë më vështirë se sa të takohemi në një kontekst rajonal. Dhe kështu filloi. Dhe deri më sot, UNIFEM-i është mbështetje shumë e madhe. Mirë, ky lobi ka nevojë të mbështetet në gjitha format, përfshirë edhe financiare, nga shtetet e rajonit, Bashkimi Evropian, ndoshta edhe OKB-ja, sepse nëse neve na vjen dispozicion mekanizma mbështetës, ne mund ta profesionalizojmë punën tonë dhe të jemi shumë më efikase se sa sot. Se natyrisht, sa më shumë që kemë mbështetje ti avancon nivelin e angazhimit. Po, qysh mirët thjesht një vendim kur me një shtet, për shembull si në Maqedoni, në Malzi apo Kosovë ka një problem dhe dëshiron të nisë një iniciativë prej atij vendi, domethënë është një problem dhe duhet një thjesht mirët mendimi apo çaja çështjet ngritet në nivel rajonal, evropian, por edhe botror. Qysh niset kjo si inicijativë, domethënë po e nisëm prej me juve zonja Potkova? Ние како лоби до сега немавме проблем во делот на донесување на одлуки. Сите одлуки ги донесуваме со консензус, значи секој прашање или проблем кој што сметаме дека треба да се реши или одредена иницијатива да се покрене за одреден проблем во одредена земја, го поставуваме или го ставаме на маса и сите разговараме свое мислење како на најдобар начин сето тоа ќе или таа иницијатива ќе се покрене, ќе се дојде до одреден резултат. И до сега, барем според нашата работа, нашите активности на лобите овие 2 години, до сега сите проблеми ги решававме на многу добар начин. Баш сега пред конференцијата исто така се постави едно прашање за конференцијата, меѓутоа тоа и пола сат и сат време се дискутираше, меѓутоа се најде на крајот решение со тоа што значи мора со консензус да се реши прашањето и тоа примерот на работата на нашето лоби мислам треба да служи и на политичарите во одредени земји за решение. Ако дебат thjesht, a zhvillohet debat për një vendim? Има, да, па без расправа. Ако ние сме еднакви, имаме еднакви мислења, тогаш нема да бидеме лоби. Значи, ние сме различни земји, различни представници од различни земји, се среќаваме со различни проблеми, меѓутоа ги решаваме на многу добар начин. Јас сакам да додадам дека покрај ние лобито имаме и советодавен одбор, сакаме да предложивме членови во тој советодавен одбор од жени кои што имат влијание како во Европа, така и во европските институции, па и светските институции, како што сте Медлин Олбрајт или Оснат Лубрани, кои што ќе ни помогнат за одредени иницијативи да дојдат на правите места. Deshta me shtu që ju thata si del iniciativa. Fushveprimet tona janë arritja e 3 objektivave kryesore, dhe më thënë arritja e paqes, arritja e sigurisë dhe e drejtësisë. Dhe në këto 3 fusha ne veprojmë dhe japim ide se si çka është ajo që na bashkon si rajon, edhe përmenda më herët çështjen e sigurisë dhe pastaj vendosim së bashku si mund të punojmë si lob rajonal në çështjen e sigurisë.
për shembull në rastin e Kosovës do të lobojmë shumë që në Këshillin Nacional për Siguri të ketë edhe gra natyrisht. Dhe pastaj kishte edhe në nivel rajonal diçka të tillë, po s'më kujtohet tash. Po, domethënë konkretisht për shtetet tona, sepse ndryshon situata, por për Kosovë tani është këshilli që po formohet, Këshilli i Sigurisë dhe kërkojmë pjesëmarrje të grave aty. Ako mogu samo Da, izvolite. Ipak ima još nešto kad ste, obzirom da vidim da vas zanima kako to sad mi donosimo odluke i kako to izgleda. Znate, nekada je Da li potrebno... ima debata između vas? Ima debata, ali najzanimljivije su debate među ženama iz iste zemlje. I toga ima. Dakle, ponekad se treba pustiti da one unutar sebe izdebatiraju, pa onda mi ostale se priključimo. Ovako, ovo malo Dajte liči na nam šalu, neki ali primjer. nije ovoga. Često puta nekad i žene iz nevladinog sektora i političarke se neće možda uvijek odmah složiti iz neke zemlje. Ali to u konačnici ipak se slože i odrede se. Mislim da je bitno da se znaju odrediti prioriteti. I bitno je onda dakle odrediti prioritete unutar jedne države, a onda i prioritete u odnosu na cijelu regiju. Jel najveći debat između žene koje dolaze iz civilnog društva i vlade ili političke partije? Pa to su obično najzanimljivije debate. Ali sad samo prilaze problemu iz različitih uglova, a cilj im je isti. I kada ste vi pitali o dugoročnom delovanju lobija, prvo posla za naš lobby će biti još dugo, meni je žao što moram to da kažem, ali problemi bezbednosti na Balkanu neće brzo biti rešeni, ali gledano u perspektivi, onako na duži rok, to je ono što nas pokreće. Mi znamo da će ovaj region da završi kao region u kome ima odlične međusobne saradnje, kao region koji će biti u Evropskoj uniji i region koji će biti bezbedan za sve građane. Znači, mi radimo za jedan cilj koji je dostižan, koji nije dostižan brzo, ali mi pomažemo da to brže dođe do toga. Znači, radimo nešto što je vidljivo, mi već vidimo to društvo koje će doći i to je nešto što inspiriš. Debati, desha t'ju them kështu. Kretë në fillim, kur nisëm në Dubrovnik, bëshim pauza ma shpesh. Sepse, pra, pikpamjet ishin shumë largë edhe unë personalisht jam negociatore profesionale dhe i kam shfrytzu këto mekanizma kur vishin situata që shihnim se në vend se të po afrohemi, largoheshim ma shumë, propozojsha që të dalim në pauza. Mirë po, me të të drejtën për këto 3 vite, tash pak mo po kemi pauza. Sepse kemi shumë debat në brenda, por gratë e kanë qartë se ne kemi një qëllim dhe për atë qëllim duhet bëjnë edhe kompromise. Kjo është një proces edhe i konsenzusit, por edhe i kompromisit. Dhe për mendimin tim, këto janë vlera që ne po i dëshmojmë. Mbi këto vlera ma merr mendja që në qoftë se ne ngrisim këtë kulturë politike në rajon, pra kompromisin, sepse pa kompromis është vështirë të ecim përpara, në anën tjetër mrim në një situatë kur rajoni në fakt në një mënyrë bëhet një ambient normal. Mjafton Ballkani. Kohë gjatë ka hyrë historitë të ndryshme do thosha me një situatë lufte, konflikti, mos mirënjohje, mos mirëbesimi. E jona është ta kthejmë këtë rrjedhë, pra shkojmë ka mirëbesimi dhe për 3 vjet mendoj se lobi ka mrirë një shkallë lartë mirëbesimin. Për disa gjëra madje tashma nuk ka nevojë debat. Faleminderit shumë, ju falenderoj gjithave për pjesëmarrjen në debatin e sonte. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë për sonde. Ju falenderoj në vëmendje. Në vazhdim ju lëm me dhëndrën e Kosovës dhe me debatin komunal Jetën Komun. Për çdo vërejtje dhe këshill, mos hezitonit na shkruani në jetankosov.com. Nga unë Muhamet Hellau, natën e mirë. Kjo është pazari i Kamenicës, shembulli më i mirë i bashkëtesës në Kosovë. Të gjithë së bashku, shqiptar, serbe, ashkali po bëjnë tregti, por atyre u mungon kujdesi institucional. Batisan, ami 3 euro. 3. Ne masz 2? Ne masz 2. Ami 3.
Ako ne odgovara, možemo da ti zamijeni note. Dobre, zašto nije? Pare nema, treba da radi, pa da ne, sazno treba da nema. Qëtë malë është në tokë, nuk ashtu këtë funksionuar si që duhet, prandaj nuk ka teza për gjithë. Gjithë ku shesin si sëpë, si shqiptar, si rand. Uslove u Srbiji Albanci dobro je, ali isto nema dobro raspored na pijacu u Kamenici. Ovdje železa, ovdje roba druga, onda je druga roba i treba da se naprave, da se raspodeli roba, da bude jedna strana tamo pijesna roba koja se troši krompir, kupus, paprika, da bude na jednom mjestu, i za Srbije i za Albanci. A ovo sve izmešano, nema raspored, treba da se svakog pijaca treba se neko da se svađa u deka, bilo Albanci, bilo Srbi. Albanci ujutro se svađali među sebe, Srbi među sebe se svađaju zbog meča. Shesin blejnë me ta, blejnë të une, për shama une si shqiptarët, ta blejnë dhe së blejnë shumë. Ram blejnë. Qa ka ndodha, për ka dënë? Qysh, po shka ndodhë, mirë, po shkam tregu, po kryesore duhet të i komunës me pas. Ndima, me na ndimu, me na istru asfaltin, mës me na mytë plunin, mës me na mytë fletat, a kitë jartë, bashkëpunimin me sërbë me shqiptarë, nivel është të momentalisht, puna shkon deri dikun, sikur të kishin qenë pusum, në për organin e për venet ndryshme, nuk kishin me dalë këtu, të kishin venet caktu, por s'ka punë si vlla, ministria nuk e këshyrë këtë punë, shoqënia nuk e këshyrë interesën e vetë si dhe ashtë puna hecë. Pa nema tezga, nema ništa, slaba scena. Shpi që e mboj rrallë që ka në Kosovë. Ja peshin edhe vetë, duhet malë të qesme në kohë, vjen një strashi, qështu duhet të mlojmë atë. Niti ne mi vikam nešto, niti gi vikam. Ako hoće da kupe, dođe da kupe. Ako ne, odgovara gi cena kupe, ne odgovara ide. Rallë ka kësi shambull. Rallë, veç Kamenica që e ka këtë mirëfitje këtu edhe bashkëpunimin e veti që i temi. Sëpë me shqiptarë. Vidi, sad na pijacu u Kamenicu nema loše, ni od Srbije, ni od Albanci, super, recimo. Šalimo se, nema što loše. Polska kin zamer, oj, bur. Pan! Po që poshko puna to? Puna? Po. Në shiko kush. Shiko kush. Shka po me ndojnë, ta? Qa shtu e na? Kom? Mirë po do të ndojnë për mirë. Zimo, dobro, lepo, fino. Si dukët? Qa problem? Ko u ku dojnë? Ako me kushtu, ako nema problema, hajde. Hajde dhe dobro. Për jetën Kosovë, unë jam Muhammed Herullah. A dina thonë një budallë është qaj që ta huazën librin, po edhe ma budallë është qaj që ta këthen. Në Kosovë nuk aplikohet kjo se krejt jënë të menqëm. Kërkush nuk të lyp librat, po krejt të lypin paret. Kësaj hala nuk e di se kush i ka ranë thije, por prej librave që botohen për një vet nga shtëpit botuese në Kosovë, shumicës jo bie sari laku në spendat e dyqaneve, pa u konsumuar, por është në të vërtet kualiteti e tyre pse kosovarët nuk jepin as 5 pare për me bleni liber për veti, e për mja blev dikuj dhurat, nuk flitet heq. Na dhurojmë lule, bombonjera, servisa. Po të fundit flitet shumë për krizën e librit, para të gjithash kriza e librit nuk ka se si të reflektohet ndryshe përveç si kriza e leximit. Ka rasti 20 libra në ditë shiten, domethënë është një mesatare që për mu ja vlen, domethënë këtu në rrugë jemi për shembull që shesin 8 veta, domethënë ka 20 libra, i vjet 200 libra në ditë. Llojemi rreth mund të ndërshë 18 vite dhe mund të them se edhe mbarëm e pej libret. Bëhet një prezantim gjoja që nuk lexohet, flitet për ata mirë, po ajo që na e shohim domethënë gjatë ditëve me shitjen e librit, lirisht mund të them që nuk është e vërtetë, na jemi ata që mujmë me ditë më mirë, shitja është mjaft e mirë, ka mjaft interesuar. Nëse nuk ishin pas punë, atër liberarit ishin në byllë, ishin qelë qajtore. E nëse nuk ishin shit librat, këta shqitit në rrugë nuk ishin nejt aty badi hava, në dhe në shi edhe në borë, po kishin punu me deviza. Praktikisht përveç Prishtinës nuk ka në asnjë qytet një librari të mirëfillt. Që pas luftës e vendej, institucionet tona nuk kanë pasur asnjë farë strategji për librin. Ne, se shitja nuk ka ro, po dhe në qëfëse thuhet që ka ro shitja për shembull, nuk me thonë që justifikim ka ro për shkak kualitetit të cilësisë. Me thonë që bjem për shkak se nuk kushtet materiale bojnë vetën probleme që po ekzistojnë, me sa janë krejt një balë problemesh që reflektojnë ma shumë të libri. Shihet se përkthimet janë ata tituj që nxisin kosovarët ta fusin dorën në xhep.
nëse vendosin ta blejnë një libër. Kopertinat e trasha të dizajnuara bukur normalisht që vinë në randën e parë, me ta ngrehë synin. Zakonisht kërkesa është për përkthime. Letërsia e përkthyer, jo vetëm letërsia, por edhe literatura tjetër, literatura memoristike apo zhanret e tjera janë më të lexuar se autorët tanë. Që më shumë ka autor të huaj. Autor kosovar ka shumë pak. Edhe ato që janë nuk janë ashtu të kërkuara shumë. E autorët kosovar? Ku ka të ndes valë kreativiteti vendorit të shkruarit? Ndoshta mas luftës, disa prej librave janë të shtjellojnë kryesisht temat ndoshta të luftës, që njerëzit janë lodhur prej asaj, domethënë sidomos ajo pjesë që e ka përjetuar. Tash gjithkush po boton. Gjithkush boton, gjithkush shkruan, a din pa kur par kriteri. Amo kur nuk mund të gjithë me shtimin e thash, më thonë gjithë të ngjajshëm. Ka prej të mirë, ka prej aty në dop, ka prej aty që se meritojnë hiç më votu. Këtu mund të gjeni krejt librat. Edhe ata që e kanë merituar, edhe ata që nuk e kanë merituar të botohen. Çka po lexoni kolege e nderuar? Aski mund me gjetë si libër, si libër po skript? Jo, për shkak se munges librarisë në di, kena mund me siguru vetëm se skript. A lexon po më libra tjerë? Jo, vetëm libra fakultet, që e kena. Pse? Pse nuk e di me edhe të interesu ma shumë për libra fakultetit, të ma unë, se dhjetë. Thuaj hyjet janë zjarë, thuaj djeli u shua, thuaj jeta është varë, për mos thuaj që s'të dua. Momentalisht beletristika në Kosovë është ndërtuar nga kopjet e kopjeve të kopjeve e të kopjeve të skriptave të profesorit. Sa me e marrë një notë, e për me lexoj ma vonë, në master. Nëse edhe në Kosovë, pemë do të prodhonin libra atëherë, me keqarë dhe mund të dyshoj se dikush do të mbledh ato. Bile mund të arsyetohem se nuk ka kanë asë pjekta. Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merr një kredi deri në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredi me 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje, plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fido shumë fish. Raiffeisen Bank. Jeton më mirë në shtetin më të ri. Teknomarket, kilometri parë në magjistralin Prishtinë-Kosovë. Saloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Ne dini çka shesin, ju dini çka vleni. Jeta, unë jam Casey Cooper Johnson, dëndë Kosovës, edhe për ndryshe, unë jam burë. Jemi këtu sante në këtë forumi i burave, për me folë të lirë, edhe me përkra njëri tjetërën për krejt problemet që e kemi na, me përparimin e grave në vendimarja, në politikë, edhe në shoqërinë kosovar. Word up in the house, word up. Check it out. Frikke, whip.
Pra, mirë se vini. Mirë se ju gjetëm bre burr. Pra mas pari, vjetrim, ti ke jetu në një kohë pak ma tradicional si kur sot, kur gratë nuk kanë punu në pozitet politik, a mundesh me probalu këtë ndryshim i madh? E pra, që 2000 vjetë, ne s'kemi leju gratë me hi në odën e burrave kur. Edhe apo shini, se sa mire kemi pas punë në këtë ato kohat. Tash, në vitet e 90, gratë polisin me marrë me protestat, me drejtet e njeriut, me diplomacia, edhe shka bo, bum, pavarësia. Apo shini, thjesht, nuk funksionon. Kjo nuk është tradita jonë. Por, as do të thëtë kjo se gratë na kanë ndihmu mu qliru edhe mu pavarësu? Ndoshta? Po flia, nëse gratë janë në pozit, kush ka më nga bo fëmija dhe fli? Edhe, qka është pavarësia, pa flia? Por disa nga heronjet matë malë tonë kanë qenë gratë, vjetrim. Mbretëresha Teuta, Shotë Galica, Nëna Terez, Madeleine Albright, Madonna. E po, pare me ndohë se sa kanë vuajt burat atyre, të hongër buk me pashtet, zdo dit. Gjëna e Zotit. Jo, unë jam burë, edhe burë nuk kanë. Damn, check it out, plak. Mos mërzit, bëhet mirë. Ja, mirë. Shumë pa mirë. Mos mërzit. S'lejot cigare këtu më mbrenda, a dondër? E tash, dështim. Qa? Ti ki qenë njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, apo jo? Po, është të vërtet. Edhe jam shumë krenar që kur nuk kam punu as një sen aty. Veç që kam votu për partin teme, edhe kam bo shumë hajgare të mirë aty në pauzët të kuvendit. Po që shë kini vetën me deputetit femnore aty? Në fillim s'kam pas problem kur. Kam pas rrogët e mirë, kam pas kerën e mirë, pension super, Qka ka ndodhë aty në Kuvendin e Kosovës? Zgjedhjet e fundit. Kryetari i partisë po vjen të une, edhe po më thot, dështim, mo nuk je deputet, sepse është një gru që është maj kualifikuar, edhe maj angazhuar se sa ti, që ka marrë vendin tënd. Mos mërzit, dështim, mos mërzit. Mos mërzit. Damn, dog. Edhe kisha nuk janë balë, ata gratë tonë, po tash e kam bashku me krejt gratë e Balkanit. Tash ata kam pranu pavarësia. Serbia e ka kërku falje për krimit të luftës. Edhe ku jemi ne? Për ka jetë, si jemi në kuvend? Qka për lupin ata? Me bolë Balkanin e Evropë, krejt në e burët në papunësi. Jo, nuk bën gjushtu. Veç kur të na shish në kuzhinë, të qi kafe, të bo fli. Okej. Ku për neve, kush ka me na bo fmi? Burat, lutëm, rahatoni pak. Shpenzim. Sonte është hera parë për ty në këtë forumi i burave. Pse je këtu? Yo, Eastside, Westside. What's up? DJ Shpenzimi in the mother house. Unë jam tu, dog, sepse ata gratë në vendin dosje, vendimarja. Qashtu, në vendimarja, ata gratë në vendimarja për ma prishin krejt punt, bre. Po pse? Ti nuk meresh me politik, hiç. Po njëri veç kërkush po do me ma blet se det, mo. Kërkush po do me këshir fermat sulak. Kërkush po do me dridh. O njëri, qysh me bo une hit kongët tash. Unë jam artist njëri, kush ka me bo që qek me brek. Nuk është fair. Nuk është fair. Të gjithë konin në zimbi në tuaj. What's up? Po burat, as po shini se sa mirë është kjo demokracie grave.
Nësa gratë dalin me punu ma shumë, ka me na punu ma shumë pare në shpi, e na kemi me punu ma pak. Nësa ata bojnë pache në rajon, kjo vështë do thot që na s'ke nevojë me dalë me luftu. Edhe nësa ata bojnë qeverisën në mirë, edhe funksionimin e shtetit, vështë do thot që ka me qenë ma shumë stanet mirë, edhe prap, ata ka me vazhdu, me bo fmit, me la bo buk, me la ejt, banjo, me pasu shpi, krejt punë. Më në fund, na kena me pas ko me bo ato që kena me ma shumë që. Me nejt, me lujt qa, e me shkru messenger në internet, me qilit, me pi macchiato. O kisi, kom takime presidentin edhe me ambasadorin, shtrit e shat maqin edhe shtë qikat me plajt. Edhe djem, mos bëni shumë arakon, pastroni krejt godat kur të kryni këtë të bim proteste. Këtina ma vonë, tung tung. Duhet me hek pa, para se me lo mirë.